Ndër kushtet themelore për integrim të Kosovës në Bashkimin Evropian, do të jetë edhe liria e shprehjes dhe pavarësia e mediave. Për institucionet vendore, ky kusht vazhdon të jetë sfidues. Zëvendës ministri për integrim evropian, Ramadan Ilazi, tha se media ka mundësuar që Kosova të ketë një raport llogaridhënës ndërmjet qeverisë dhe qytetarit. Sipas tij, dy elemente të cilat mund të forcojnë lirinë e shprehjes janë pavarësimi financiar i medias dhe fuqizimi i zbatimit të kodit etik. Unë mendoj që kërkesa për transparencë ka dominuar dhe ka shtyrë edhe qeverinë që të merr veprime konkrete për të transparencë. Ne kemi besoj që kemi shumë sfida serioze për sa i përket fushës së lirisë së shprehjes dhe respektimit të fjalës së lirë në Kosovë, mirë po nëse shikojmë në kontekst të Ballkanit, pra për shembull në krahasim me Maqedoninë, unë mendoj që Kosova qëndron relativisht më mirë, nuk jemi atje ku duhet jemi, por mendoj që mënyra më e mirë për të arritur atje ku duhet jemi me lirinë e shprehjes është që media të pavarësohet edhe financiarisht, po edhe të ketë mekanizma të brendshëm të kontrollit të kodit etik, sepse kemi raste ku ne mendoj nuk ju bojnë ndera edhe gazetarëve profesionistë disa raste të keq përdorimit të kodit etik të medias. Në raportin e progresit për vitin 2014 jepen rekomandime lidhur me pavarësinë editoriale të mediave. Sipas këtij raporti, sfidë kryesore mbetet gjetja e mënyrës së financimit të RTK-s, e cila edhe më tej financohet nga buxheti i shtetit, gjë që kushtozon politikën editoriale në këtë institucion publik. Ne si vjet festojmë 10 vjetorin e raportit të progresit për Kosovën dhe mendoj që për këto 10 vite që kemi filluar të vlerësohemi prej BE-s, janë bërë progres në disa fusha, po kemi ngecje serioze në fusha të tjera. Edhe njëra prej tyre është edhe fusha e lirisë së shprehjes. Mirë po, mënyra më e mirë për të adresuar këtë çështje është që qeveria të ketë sa më pak nevojë të ndërhyjë. Edhe në fakt situata më e mirë do të ishte kur qeveria nuk do të ndërhyjnë fare dhe nuk mendoj që duhet të ndërhyjë. Në aspektin legjislativ janë komisioni i pavarur për media, i cili garanton funksionimin e lirë të medias, mirë po mendoj që edhe çështja financiare është një element kyç, pra pavarësimi financiar i mediave. Raporti i progresit vlerëson se Komisioni i pavarur për media akoma nuk e ka miratuar strategjinë e digitalizimit dhe rekomandon qasje më serioze lidhur me këtë proces, i cili duhet të përfundojë në qershor të këtij viti.